Red Sand Real Estate, ku ditë më parë përmes një aktiviteti në shtëpi ju hapi një dritare drejt Dubajit, një qytet që nuk flet kurrë dhe një treg që rritet çdo ditë më shumë. Nga ana tjetër, Red Sand Real Estate zhvilloi edhe një quiz me ju, ku vetëm një grup fitoi dhe ata do të kenë mundësinë të shkojnë në Dubai. Dubai vjes ka fituar. Edhe pse di se kjo agjenci ka shumë surpriza. Ta ndjekim klipin. Banor, sot në shtëpinë e Big Brother VIP do të mirëpresim një prezantim të veçantë nga Red Sand Real Estate. Red Sand me bazë në Prishtinë dhe Dubai ka për qëllim të sjellë një Kosovë një mënyrë më të sofistikuar të investimeve kapitale, duke u përqendruar kështu në blerjen, shitjen, menaxhimin e pronave në një nga qytetet më premtuese në botë siç është Dubai. Unë po besoj që ju jeni në dijeni që Dubai për momentin është një prej qendrave më të zhvilluara në inovacion, në teknologji, në investime kapitale, sa i përket patundshmërisë më saktësisht. Atëherë na si Red Sand jena një urë lidhëse për investorët të cilët dëshirojnë të blejnë prona në Dubai. Çka ofrojmë na është pak edhe një qetësim mendore, nuk është thjesht blerja e pronës ajo që është kryesorja në investime kapitale, është zona ku jetë e blej, është mënyra që jetë e blej, fitimet që kjo pronë mund të më sjellë për juve. Se kanë diçka banorët me na pyetnive. Unë se ekonomiste me profesion kisha dashur me ditë cilat janë mundësitë e pagesave. Realisht mundësitë e pagesave dallojnë pej ndërtuesit. Pyetja me çmimin që ai fitoi, çka mund me bëu? Mund me bëu shumë me çmimin që ai fiton. Vlerat e pronave në Dubai fillojnë prej 150.000 euro, që është një fakt interesant. Domethënë jena fiks, mos hopni parë mos e na vin. Kush po don më shku në Dubai? Në cilin shtat ndodhet Dubai? Kush përgjigjet i pari është edhe fituesi i lojës së Musuguti. Edhe ekipa fituese është Musafer i kompanisë Red Sand në Dubai prej datës 31 mars deri me 4 prill. Ju jeni shumë shpirt mirë dhe na merrni krejtve, se di pse po menoj që ashtove që tu na munu. Cila është monedha që përdor shteti i Arabëve? Dirham. Apo një përcjell ditë aeroporti bile. Si të se ju e kishit harruar fare.